Njerëz sot deshta me ju tregu pak ma shumë për FSD, nëse e keni dëgju, është full self-driving, që do me thonë vozitje autonome ose e pamvart ose kur vozit keri vetë. Do me thonë Tesla nuk e ka inkluzive full self-driving, ato do të me ble. Shka të vjen automatikisht ose inkluzive kur ta blesh Teslan është autopiloti. Po autopiloti nuk është full self-driving, autopiloti është ma shumë i bom për autobana, që do me thonë e man lentën, kursin, e ka tempomatin, e ka atë mos mi afru kerave për para për mas, do me thonë në autoban veç e lëshon edhe ai e man vijen, e man larkësin për tjerave kera, e man qatë tempo, kur nalet ai për para, nalet edhe ky, kur niset ai për para, niset edhe ky, që kjo është autopiloti. Kjo që thash është inkluzive kur ta blesh Teslan. Po tani janë edhe dy sene që blihen, që une nuk i kum ble, ndoshta kum gabu, mu kanë që to men para 4 vjetëve kur e kum marrë 2022-ën, e kisha marrë atëherë, po atëherë u kanë shumë herët. Atëherë s'ka pas shumë Tesla, nuk e kum ditë se a e maj kerën elektrik për kaq kohë gjatë, e shumë sene janë kanë pikpytje, e mi dhanë qatë shumë pare, u kanë për mu mendu. Kur thom qatë shumë pare, është se full self-driving kushton 7.500 euro. Ka kushtu, e pse ka kushtu, ju tregoj që tash edhe pak. 7.500 euro ble njeri kerë tjetër. Ajo është full self-driving, do me thonë që vozit komplet vetë. E keni edhe gjys pilotin që kushton 3.500 euro, ose ka kushtu 3.500 euro. E kjo gjysëm piloti, ky e ka qëto që e ka autopiloti, do me thonë që shtashe ato tempomatin, ima vijat, ima atë diferencen mes kjerët për para për mas, ato. Po ky e ka edhe me parku vetë, po edhe me dal pini lentës në lentën tjetër. Do me thonë, jetë vozit 130, para ty o dikush 100, edhe ky vetë e del në tjetër lent, e te i kalon del prap në lentën e vetë, do me thonë te i kalimin e ka vetë që e ban, po edhe parkimin e ban vetë, do me thonë shikini po e gjenë atë parkingun edhe del këtu në ekran ku po do me parku, veç e shtyp edhe ky parkohet tani vetë. E ka edhe ato për shembull, e kum tregu me një video që nëse jemi një parking edhe dikush vjen këtu ta parkon kerën shumë afër që mos me mujt me qel derën, ti mundesh me appin, do me thonë me telefon, appin e Teslës mundesh me kontrollu kerën sikur dronin ose në kerë kështu elektrik të vogël që e kontrollon, mundesh me nxjerr jashtë pi parkingit, edhe tani me hyp komod. Kjo kete ajo gjysa që thash, 3.500 euro, për që to, po a merr menja që jipen ose jep dikush 3.500 euro, veç ai që ka me gjujt pare në ashtat. E 7.500 euro, ky kompleti, do me thonë, kerë me vozit vetë, e jep cilin, se ku po do me shku, nisët, del, vozit, ban, në për udh kryqa, në për, do me thonë, komplet, vjen te veni që ja ke dhonë aty, ti lirisht mundesh me ra me flet, nështë e keni pa në Amerikë që flenë aton Tesla, a i qonë deri te pika ku ja kanë dhonë cilin. E qëtash këthemi, te ajo, në atë kohë kur e kum porositur në Teslën, u kanë vetëm në Amerika funksionu. Në Evropë, FSD, që kjo full self-driving, nuk ka funksionu. Për ato edhe nuk e ku marrë. Kum thonë, ku me ditë kur vjen ajo në Evropë. Po që kalun 4 vite,
erdha jo në Evropë, ose po vjen në Evropë. Holanda e ka legalizu, qëtash edhe Litvania mdokët edhe atje, edhe qëtash kadal edhe shtetet tjera e legalizojnë, kështu që lirisht mundesh me vozit edhe këto, do me thonë ajo legalizim është që edhe sigurimi edhe këto senet nuk e dione me gjyq me sen që shbahën, po lirisht mundesh me vozit tani me FSD. Në Gjermani vjen edhe pak, në Austri haloj jo, këto austriak të zgatin sa herë të fundit e marrin. Nuk është legal, ti mundesh me marr, me ble, po nëse të ndodh diçka ki mas e probleme. Kam ba dhe do teste në Gjermani, mundesh me ba, për shembull me rezervu Teslën atje te Tesla dhe vjen një shofer me ty edhe ta kallzon se çish funksionon ajo vozit me ata. Edhe nëse keni pa na për video ai ma dur çtu ofër vollanit që e bet mos me bë Tesla në gabim, po shka kum pa video në për youtuberave të Gjermanisë ka funksionuar shumë mirë. Edhe qëtash për shka për bëj këtë video, nuk muni ma me ble FSD-n. Ose une nuk muj ma me ble prej 21-it maj mshel nuk ka ma blerje, ka vetëm abonime. Që shkon këtu të upgrades edhe mini her ta qet me e abonu me 99 euro në mujt. Për para e ki pas këtu me ble, qëtash ma nuk ka me ble, e ki veç 99 euro në mujt me abonu. Që nëse do me thonë është i lidh me kredit kart, veç trap kështu edhe e blej. Qa do me thonë kjo? Kjo do me thonë se une nuk muj me blej FSD-n, po muj me abonu për 99 euro në mujt. A është kjo e mirë? Ka edhe anët e mira, ka edhe anët e kshia. Nëse e ki për një kohë të gjatë, sikur unë atëherë për shembull me pas marr edhe 2 vjet, do të thonë për një 6 vjet dikun e kishna la ato. Do të thonë çaq parë kish kushtu nëse e ban ti çdo muj ka 100 euro mi dha. Atëherë më ka dok shtrejt, kur se kisha ble, po ju kallzoj drejt 7500 euro mi dha për çata. Që hala edhe në Evropë nuk funksionon bash mirë, nuk e kisha ba. Shka bani që tash e loni e msheli edhe e bani me abonim. 99 euro në muj. E mirë kjo se mundet me provu që tash se cili. Muj me provu edhe une, bile edhe ka me provu edhe do ta baj një video kur ta provoj. Momentalisht nuk më vynë për që ata edhe pse mi dha 99 euro, po kur për shembull kur shkojmë pushim, çtash verët ose najsen, muj me ba me abonu për një muj, me përdor një muj, mas një mujve me hek abonimin edhe do me thonë e pagun veç atëherë kur të vynë. Sigur Netflixin ose Amazonin ose shka në mujt që i pagun. Ka ndodhur diçka, për shfrytëzoj rastin edhe me tregu se në Turqi për modelat S edhe X ka ndodhur një gabim. Se çfarë gabimi qysh nuk e di, po njerëz atje e kishin ble FSD-n me 188 euro, mdoket 10.000 lira, qështu i bike. Nita që nëse mundesh me hek, do të thonë, që regjistron Teslën pite ti, edhe e lajmëron në fillim me adres e jep Turqi, për shembull Stamboll, me një adres Stambollit që jeton atje, mundesh me ble me 188 euro ose dollar FSD-n. Kishin ba do njerëz, sa ju zgjat ajo, nuk e di. Nështë kur ti bje e lonin fije e zhduk kret, ja u merë, i shkojnë edhe qëto 188 euro, po boll që e kam provu, ose e kam pas disa muj. Mira ma, shka ishe edhe diçka interesant për që to, është mundësia njësoj të Netflixit, të YouTube, nëse jetoni në venet ndryshme, i keni çmimet e ndryshme. Për shembull,
Netflixi, nëse o këtu 10 euro në mujt, mundet më kanë në ku e duhen në Afrikë dikon për shembull 5 euro ose 3 euro. Do të nuk janë çmimet njësoj çdo shtet. Ndoshta si mas standardit, nuk e di. Kështu kish ndodh edhe ose ishte edhe me FSD-n. Te na kushton 7500 ose ka kushtu, se mos ka. A në Turqi i shkon me 3500 euro më duket, ose është, ose ndoshta edhe më nuk është. Ndoshta është veç me abonim që tash. E kështu që ka fitu kush ka fitu, mu edhe më shkrujti dikush pi Gjermanis, mos përmeni emra sen, nuk e di personin, po që po mujka edhe me 200 euro më doket më tha me ma ba FSD. Qysh, nuk e di, tha me një farë pjese instalohet dikun edhe e ki FSD. Po, me provu kish ba, po e kam garancin, dhe me thonë, nëse ndodh diçka tani më hub garancioni dhe nuk po guxoj me ba eksperimente hala, ndoshta kur të më kalon garancioni tani muj me provu. Do thonë ka mundësia edhe në zez, edhe në dëbardh, për që ata thash ta bëjnë një video të shkurt, t'ju informoj rreth FSD-s, e keni muni me abonu, do ta abonoj edhe vet, për një muj ta provoj, edhe muj me shfrytzu tani në raste kur më vjen dikun. Qash për sot se ju shurdhova, mos harroni me ba like, edhe subscribe nëse nuk e keni ba, shkruni edhe ju naj koment, çka doni me një, çka ju intereson, na ide, na i sen në për komente, edhe shihemi në video në radhës. Ka plot senet reja, plot video që edhe i kam në men mi ba, ose do edhe që i kum ba, vazhdoni me nejtë në kanal edhe shihemi radhën e arshme. Adi Tesla, Model YX, tjeret më shikojnë dritat lejt Matrix. Video me kere, shpejt si grajn, më i miri s'ka kush më ndalj, Adi Tesla.